Në rrethin arktik, Ramazani ndërthuret mes dritës dhe errësirës, duke ndryshuar mestinët, ndonjëherë në diellin e mesnatës dhe ndonjëherë mesnatës polare. Është një rajon ku agjërimi ndjek kohën, jo diellin. Inuviku i vendosur në territorit veriperëndimore të Kanadas është shtëpia e xhamisë më veriore në hemisferën perëndimore, xhamisë së diellit të mesnatës. E themeluar në vitin 2010 nga një komunitet prej 80 deri në 100 myslimanësh, kjo xhami gjithashtu ka minaren e parë ndonjëherë në Arktik. Myslimanët këtu përballen me një sfidë unike ndërsa Ramazani zhvendoset në sezonin e dimrit. Nga tetori deri në shkurt, dielli shkëlqen për rreth 4 orë në ditë. Now Ramadan is coming like the winter time. Is going like short, but still we following Mecca. Aktualisht qyteti gëzon 10 deri në 14 orë dritë dielli falë sezonit të pranverës. Për të mbajtur një orar të qëndrueshëm të namazit dhe Ramazanit, myslimanët në këtë rajon përdorin një orar nga një xhami në qytetin më të afërt ose ndjekin kohët nga Meka e Arabisë Saudite. Sometimes it's confusing, the sun is still up and you're breaking fast. Every time we pray Tarawih and the sun is still. Every year I got visit last year in Inuvik. Mira mysliman që jetojnë në vendet arktikut, përfshirë Kanada, Alaskë, Rusi dhe Norvegji, ballafaqohen me këto sfida unike gjatë gjithë vitit dhe gjatë Ramazanit. Por, pa marrë parasysh ku ndodheni, mund të jeni të sigurt se Zoti është kudo.